përpara është shkon njëri prej sahabive, është shkon rob të qufart duke marrë pjesë në front në luftë dhe ka ra rob të qufart. E pastaj çka bajnë? Kanë dash me përfitue që të bëhet krishter. Taloni Islamin Abdullah ibn Hudhafën, e keni dëgju këtë rastin Abdullah ibn Hudhafës dhe i thajnë çka po thu ti me të dhonë gjysën e pasurisë time, a le fejen? Që më afron. Ka thonë me të dhonë gjithë pasurinë dhe me të borë tak në qeveri, oho, ku është kjo? Këtë kërkojnë këtë? Dhe pastaj, thot me ma dhonë pasurinë tonë, dhe të babës tanë, të babës plakit tanë, e krejt arabëve, e krejtve, thot unë se lo këtë din. Do thot, a peshe, të afrohet karika, pozita, për shkak mu largu prej dinit Allahut subhanahu wa taala. Abdullah ibn Hudhafës ka pranu Allah së të ndarsham. Abdullah ibn Hudhafës ka pranu, pastaj e kanë shti një gru mbrenda në burg. Një gru, një femër, ju ka salaku, s'ka lëviz Abdullah ibn Hudhafa. Del jashtë dhe i thot ati rojtarit, am kini shti të një bur, atë një gur. Am kini shti të një bur, atë një gur. Tha i sigur s'lëviz ke prej vendit. Imani ti, Allah së të ndashëm, nuk ka lakmu në haram.